Bismillahirrahmanirrahim. Mështet me tek Allahu dhe i lutem atij që të na mbrojë prej shejtanit motor. Normalisht për 30 ditë Allahu xhallahu na ka bërë. Fillon me emrin e Zotit, falë Simonit, mëshirë Simonit, si jetën e kësaj bote e në jetën tjetër në ahiret. E falenderojmë Muhammed Zot që erdhën në këtë minutë për të marrë mirësinë dhe begatinë e festës së Fitr Bayramit. Por para se të vëmë inshallah do të flasim edhe një ditë të posaçme që quhet ndryshe Fitr Bayramit. Por para se në ardhë të Fitr Bayramit falem 2 rekat namaz. Edhe gjithë ato janë me qëllim të madh. Pra me gjithë se jemi në festën, ne prapë adhurojmë Zotin xhallahu. Edhe kjo ka rëndësi madhe që kuptohet nga gjithë. Edhe ata që jenë në rrallë për shembull xhami, këto gjëra duhet të mësojnë. Pra festa në gjithë, e kuptoni që në fest, më gëzu. Për të zemë në më të dërshë. Por thonë, festën e fillojnë në sejtë. Me përullin nga i Zotit xhallahu. Festën nuk e fillojnë pa bismillah. Për shembull, të begatoj Zotit ka dhënë fëmijë. Djale apo vajzë. Nuk e di se si festojnë, po keq. Pas e do lidi. Shkojnë tjerë deri atje sa i festojnë edhe ditëlindje për shembull. Quaj për durët në altë, o Zot, faleminderit që ma ke dhënë. Si pjesë nuk ka. Njoni që ke dhënë ja ke marrë. Pra fillo me emrin e Zotit.